anadollake e kemi përdorur që nga koha e Enver Hoxhës edhe deri më sot. Pra, kjo është gjë e rëndësishme që pushtetarët duhet të kuptojnë dhe duhet të ndryshojnë. Duhet të ndryshojnë mendësia e raportit që është ndërmjet ata që votojnë dhe ata që janë votuar. Avokat, nuk mund të lënë këtë intervistë pa bërë dhe një diskutim të shkurtër në lidhje me zgjedhjet në Kosovë, ditën e nesërme qytetarët për të pestin moment apo për të pestën herë me radhë do të drejtojnë kutive të votimit të këto zgjedhje të jashtëzakonshme që përballet Kosova. Do më bësh një parashikim si mund të dalin? Në di që vëmendjen e ketë Albin Kurti dhe të vetëvendosje, po do të lëtë lirë të më krijosh puzzle-in tënd se si mendon se do të dalin këto zgjedhje. E dashur, historia e Shqipërisë edhe një pjesë e mirë e historisë Kosovës tregoj që patriotët dhe advetarët e vërtet janë shumë të pak. Dhe ne çfarë bëjmë? Kapemi te ata pak persona që të paktën na duken të tillë. Dhe Albin Kurti më duket një nga ata. Një nga ata që ka kurajo, është i vetmi që unë e përqafova në momentin që tha të shprehjen e famshme që ne duhet ta nënvlerësojmë, që unë nuk kam frikë sepse nuk kam vjedhur. Kjo është shumë e rëndësishme, asnjë pushtetar nuk e ka thënë. Asnjë pushtetar nuk e ka thënë. Unë nuk kam frikë se nuk kam vjedhur. Kush e ka thënë? Nuk po themi në Shqipëri, pas në Kosovë nuk e ka thënë njëri. Një njeri që me fakte ka treguar që intereson, do të hyjë në histori sepse çdo njeri që është aty ka të gradën e narcisizmit, çdo njeri që në parti ego dhe narcisizëm e ka çdo politikan. Ne duhet të mbështesim, të sponsorizojmë ata që këtë ego e kanë për të hyrë në histori për mirë. Jo duke dinjur, jo duke thënë po bëjmë mirë dhe s'bëjmë mirë. Pra ne na duhen ata politikanë si Albin Kurti që nuk i thot Evropës, ore më fusni në Evropë ju mua dhe pa përdet, më bëni të kaloj klasën me mik pa përdetyrat e shtëpisë. Kjo është. Ne na duhet një Albin Kurti në radhë parë që të fitojë edhe kësaj radhe. Se janë gjasat për të dëshirës që ke? Se janë gjasat që të shkojnë në qeverisje të vetë me pashkuar sërish të çështja e presidentit, të klauzola dhe të fakti që Kosova, mëroj që jo, mund të shkojë sërish në zgjedhje. Unë shpresoj që Albin Kurti mos të shkonte në qeverisje i vetëm. Unë nuk jam për qeverisjet e vetme monoparti, ne kemi alergji ndaj saj. Unë shpresoj që Albin Kurti të bëjë një hap përpara dhe të tregojë që ati mbush mendjen atyre që nuk e duan. Shpresoj që ata që nuk e duan, kundërshtarët, opozita e aktuale politike mos të jetë ndikuar nga influenca të jashtme, edhe e dim shumë mirë influencën e Beogradit jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri dhe në rajon. Kështu që unë shpresoj që Albin Kurti të tregojë të zgjuar dhe përveç shpatës që ka në dorë edhe të eci përpara të tregojë të çik zgjuarsi më tepër dhe të i ulin tavolinë të gjithë dhe të thotë hajde qeverisim bashkë. Nuk do jetë lehtë. Por kush mund të jetë më afër një lloj diskutimi në tryezë dhe rënje, dakord? LDK, PDK, se s'po flasim para AK që me sa duket do të luftojë edhe për mandatet e saj për të kapur pragun e 5%-shit. Po tani kush është problemi? Albin Kurti tha një gjë të madhe. Unë do i kontrolloj pasuritë të gjithëve. Kjo ishte një akt që na pëlqen të gjithëve, por nuk është shumë i zgjuar nga ana taktike. Sepse kanë e gjithë ata që kanë frikë nga kontrollet e pasurive do t'i shkojnë kundër. Ata nuk i shkojnë kundër se kanë frikë se Albin Kurti do bëhet kryeminist. Ata i shkojnë kundër sepse Albin Kurti do i kontrollojë pasuritë nëse mban fjalën siç e kanë bërë deri tani. Kjo është çështje e madhe. Dhe ajo lloj fryme, ajo lloj energjie, ai shpirt që po kultivohet në Kosovë, do doja të kalonte edhe malet e Kosovës dhe të arrinte deri në Shqipëri. Avokat, pse në këtë qasje në një kohë që dy partitë e tjera të opozitës, se s'po flas për AK-n dhe PSD-n, kanë tentuar deri diku të gjejnë një lloj gjuhet përbashkët, por lëvizja e Vjosa Osmanit ishte një lloj rokade e brendshme brenda edhe e vetvendosjes, por edhe LDK-s që shumë klane brenda LDK-s nuk e duan. A mund të jetë sot PDK ndonë se kundërshtar në ideale mund të jetë më pranë saj, më pranë vetvendosjes për të shkuar në një lloj marrëveshje apo koalicioni kur i kujtojmë gjithmonë se krerët e kësaj partie janë në Hag, në tribunal.
fakt, do me thënë duke parë në këtë prizëm, shumë mësyrës mendojnë që Albin Kurti do ishte zgjidhja më mirë të ishte i vetëm në pushtet. Unë do mendoj që për një qasje më demokratike, më të pranueshme në sytë e Evropës, do ishte pozitive ulja në tryez edhe me LDK-n. Edhe pse jo dhe me LDK-n. Vjosa Osmani shpresoj që një ditë të kuptoj që duhet të bëj një hap mbrapa për të mirën e Kosovës dhe jo vetëm për të mirën e saj edhe karrierës saj personale. Personalisht më zgënjeu pak, sepse unë e shifja si një dyshe të pathyeshme Osmanin me Kurtin, por lëvizja saj disa thonë e indikuar edhe nga Rama, po nuk besoj që Rama tjetë aq i zoti sa të lëvizej këto kur kaq ashtu kaq. Nuk besoj që ti merr në konsiderat çdo lloj reagimi që vjen nga rrjetet sociale duke shënjestruar një politikan. Se ke aq nuhatje. Jo, po kam besim edhe tek inteligjenca vetë e Vjosa Osmanit, që ra gras ke një ego e personale ku mendoj që ishte më lart akoma se Albin Kurti, pa kuptuar që Albin Kurti ka një në arenën ndërkombëtare do të thënë se është.